Fabiola, çfarë po ndodh aty? Emilian, mirë mbrëma, ne jemi në KZZ numër 2 në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, si kundër shohim dhe operatori mund na ndihmojnë në këto momente, janë edhe le të themi baza materiale e fundit që po shpërndahet nga ZAZ numër 2 sa i përket 10 njësive administrative, gjithçka ka shkuar shumë mirë në qytetin e Shkodrës në shpërndarjen e bazës materiale, për faktin se sipas edhe njoftimeve dhe informacioneve që ne kemi marrë, ishte parashikuar që të përfundonte rreth orës 23 të ditës së sotme, megjithatë si kundër dhe pamjet tregojnë, duke se gjithçka do të përfundojë deri në orën 20 apo maksimumi 21 të mbrëmjes së sotme. Ne jemi si kundër thash në ZAZ numër 2, është ku administrohen votat e 10 njësive administrative të qarkut të Shkodrës, ku votojnë 74.374 votues dhe ka 106 qendra votimi. Është një ZAZ shumë e rëndësishme, Emilian, për faktin se nga këto vota prodhohen 5 mandate deputetësh, ka zakonisht ka përcaktuar apo pse jo edhe përmbysur, le të themi, rezultatin në zgjedhjet e Shkodrës. Qarku i Shkodrës ka në total 8 ZAZ, 5 janë të Bashkisë së Shkodrës, ZAZ numër 1 është e Malësisë së Madhe, ZAZ numër 2 është pikërisht kjo që ne jemi në këto momente, treshi ZAZ 4 dhe 5 janë të Bashkisë së Shkodrës, ZAZ numër 6 është e Bashkisë së Vautë-Dejës, 7 në Puk dhe Fusharës. Në total, Shkodra ka 405 qendra votimi dhe qytetarët të cilët kanë të drejtë vote janë 262.176 votues, një qark i cili prodhon 11 mandate. Po ashtu një le të themi një informacion ose risia e këtyre zgjedhjeve është dhe vota e diasporës, ku nga Shkodra janë regjistruar 17.480 vota nga diaspora. Sikundër thash, gjithçka deri në këto momente në shpërndarjen e bazës materiale ka vazhduar shumë mirë, shumë qetë dhe nuk ka shfaqur as probleme dhe as vonesa, Emilian.